i Zotit, jam të unë mes tuaj, falenderoj Zotin që bëri hirë më hapi rrugë të vi në Shqipëri dhe dëshiroja të vi edhe këtu në Elbasan. Gëzojmë që shoh, kaluan 2 vjetë që e në fundit isha këtu, edhe është mirë, si që tha dhe Vandre, të kesh me vëllezërit, po nuk e ka thënë vetëm Vandre, ka Zoti ynë. Bashkësia është gjëja më e mirë ndërmjet krishterëve, sepse unë dhe aty jemi një tha, edhe nga kjo botë do kuptoj që jeni dishepujt e mi, të rrinë në unitet. Po së pari bëhet t'ju sjellja të gjitha përshëndetjet nga vëllezërit në Belgjik, ju përshëndesin në emër të Jezu Krishtit, ju dërgojnë të falat e tyre, përzemërsisht, si vëllezër në Krisht, sikurse ju këtu, sikurse vëllezërit në Korçë, në Tiranë, ne në Belgjik, e kudo kemi të njëjtin marshim drejt qiellit. Me vuajtje, pa vuajtje, me vështirësi, gjithsecili në atë rrugën e tij, por është vetëm një rrugë vëllezër dhe motra, që duhet të ecim, po jo me fuqitë tona. Vetëm me hirin e Zotit, sepse ne u munduam dikush më shumë, dikush më pak, po nuk bën gjë. E vetëm gjë ishte t'i hapim rrugë mëkatit në jetën tonë dhe mëkati na drejtoi në humbje. Prandaj kur dëgjojmë një çfarë bëmë, mundohem, mos u mundohem. Lere Zotin të bëj hirin me hirin e tij, veprën e tij në jetën tënde, sepse ne u munduam shumë dikur dhe nuk bëm gjë. Kështu që po të themi mundohemi, i hapim rrugë mishit tonë, egos tonë, dhe jo Krishtit, e eliminojmë Krishtin. Mundohem unë dhe jo Krishtit, kurse Pali thot nuk turpërohem sot për kryqin e Krishtit. Tek mua thot duket Krishti, nuk jetoj me unë, po duket Krishti. Pra këto duhet të shikojmë. Me hirin e Zotit vetëm një varg dhe do të lexoj. Është tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 23 dhe vargu 34. Ungjilli i Lukës, kapitulli 23, vargu 34. Dhe Jezus i tha, o atë, falli ata sepse nuk e din ç'bëjnë. Pastaj pasi i ndan rrobat, e tij hodhën short. Vetëm një varg, vëllezër, të cilën Zoti ma solli në mendje që parë, kur vëlla Andrea më tha, a mund të sjell një mesazh të shkurtër. Shikojmë njeriun Jezu Krisht, i cili veten në një vend dhe zhvishet, jo si Adami i parë që zhvishet prej mëkatit, po zhvishet prej lartësisë së tij hyjnore për të veshur me fajet tona, për të veshur me mëkatet tona, edhe për të na denjësuar, për të na përfaqësuar përpara Krishtit të tij, aty vetën e tij garanci, përpara Krishtit, përpara Atit, me jetën e tij, që ne të denjësohemi dhe sot kemi rrugën e hapur para Atit, sot kemi atë lirinë nëpërmjet Krishtit, që t'i thrasim Perëndis Atë. Jo të lindur nga gjaku, jo nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, thot Gjoni, por nga Perëndia. Aleluja. Këto janë gjëra që po nuk erdhi Perëndia në jetën e njeriu që t'ia zbuloj këto gjëra që Perëndia o vëmish nuk mund t'i kuptojë dhe ne duhet luftojmë që këtë mesazh t'ia përcjellim njerëzve, që ta kuptojnë dhe ta sikurse ne dikur disa vëllezër të tjerë të perëndishëm erdhën dhe na sqaruan, nuk munduan për ne. Të njëjtën gjë duhet bëjmë dhe ne që të përcjellim, të përçojmë dashurinë e Perëndisë, të përcjellim ato që Pietri thot ne jemi të ftuar për të shpallur mirësitë e Perëndisë. Këto janë mirësitë e Perëndisë, që njerëzit të vinë pranë Perëndisë, që të shpëtohen nëpërmjet Krishtit. Është vetëm një rrugë, besimi te Jezu Krishti. Është vetëm një kusht, nuk ka rrugë tjetër, nuk ka kusht tjetër. Kjo. Njeriu të pendohet dhe të kthehet nëpërmjet Jezu Krishtit te Perëndia. Adami e hodhi poshtë atë çka Perëndia i dha. Dhe justifikoi veten bashkë me gruan e tij. Jo gjarpri, jo gruaja, më të thash. Krishti e zhveshi lavdinë e tij. Veshi mantelin e dheut, e kufizoi fuqinë e tij hyjnore në një trup foshnjeje, për
për të na çliruar në gjithë sepse nëpërmjet trupit të mishit të erdhi mëkati dhe nëpërmjet mishit përsëri lavdia e Perëndis do rivendosej. Edhe prandaj dhe Krishti u fryu dishepujve dhe tha, merrni frymën e shenjtë. Na rivendosi atë frym që Adami jodhi poshtë, ne tani e morëm dhe të gjithë brenda nesh kemi tempullin e Perëndis, të cilin duhet ta ruajmë të pastër edhe të shenjtë. Dhe fjala e shenjtë e ri do të thotë i ndarë nga bota, i veçuar nga bota, jo se nuk do të jetojë në botë, po mos eci sipas rrymës së botës, sepse rryma e botës fatkeqësisht sa vjen edhe bëhet më e fortë, edhe po nuk u mbajtëm tek shkëmbi që është guri i jetës, është Krishti, do të na marrë vala dhe ne. Prandaj duhet të mbahemi atje në fjalën e Perëndis, në fjalën e Zotit që është e pastër, të mbahemi aty sepse Krishti ishte burr. Ishte burr me kuptimin e fjalës amin, amin, ju them, të vërtetën po ju them. Edhe fjalët e tij qëndrojnë në përjetësi vëllezër. Gjithsecili prej nesh ka përvoja nga jeta e tij, se çka bërë Perëndia në jetën e tij, dhe nuk besoj se ka njëri këtu brenda, përveç fëmijëve të vegjël, që nuk ka të paktën një përvojë me Perëndin. Ne jemi dëshmitar, atë e thotë Gjoni te letra e tij, po ne jemi dëshmitar për ditë, ne ngrihemi, marrim frymë dhe lavdojmë Perëndin, hapim syt dhe kjo nuk varet nga ne, kjo varet nga hiri i Perëndis. Ne lëm fëmijët tanë për shkolla, edhe nuk kemi një gjendje të ruajmë brapa derës shkollës. Po është Zoti i Madh, ai që ne i kemi besuar jetën tonë, i kemi besuar dhe fëmijët tanë, që i ruan fëmijët tanë. Është ai që kujdeset për shëndetin tonë, është ai që lejon situata të ndryshme në jetën tonë, të lehta apo të vështira, nuk ka rëndësi. Ne duhet i kalojmë ato me Zotin, i lejon për të na ndrequr ne, për të na rregulluar karakterin, për t'ju afruar atij, për t'u penduar më tepër. Dhe falenderojmë Zotin që lejon situata në jetën tonë. Sepse çdo kishe vëzë, po mos kisha nevojë asnjë gjë. Do t'ju them një shembull, kam fizioterapistin tim atje ku bëj për këmbën, është belg i pastër, edhe i them, Domian, i them, a beson në Zot? Thot, s'ka që më duhet Perëndia. I kam çdo gjë në rregull, para kam, shtëpi kam, çdo gjë kam, kështu që Perëndia më është i tepërt në jetë. Prandaj vëllezër, falenderojmë Zotin kur kemi situata të tilla, sepse kur ka situata të vështira njeriu detyrohet dhe kthen kokën ke Perëndia. Kur gjërat shkojnë më mirë, sikur harrohen një pak. Po lavdi i qoftë Perëndis, sepse është kaq i dashur, kaq i dhimbshur, edhe këtë vërtetoi lart në kryq me birin e tij, i cili lart në kryq na dha të na birësojë me gjitha dhe na dha të drejtën të drejtojmë Perëndis në emrin aty që jemi qerë. Aty na dha të drejtën të drejtojmë Perëndis, jo më si të dënuar, po si të privilegjuar, dhe Jakobi e cilëson shumë mirë. Jemi erendi i tij në të gjitha krijesat, erendi i parë në të gjitha krijesat e tij. Lavdi Perëndis. Zoti t'ju bekojë këtu në Elbasan, dëgjojnë fjalë të mira, vepra duket, nuk ka nevojë. Kur drita del, nuk ka nevojë të thuash a ka diell apo s'ka diell. Zoti ta bekojë vëlla Andren, edhe Vanin gjithashtu, që është bashkëpunëtori i vëlla Andres, për mundimin që bëjnë, vëlla Sajmit, me gjithë ata që mundohen këtu. Zoti t'ju bekojë në unitet, Zoti t'ju japi nga paqja e tij, nga mirësia e tij. Besoj se jo ka dhënë, po t'ju japi ende më shumë. T'ju japi nga dituria e tij që të mund të administroni gjërat e Perëndis, të mund të administroni gjërat, situatat me shpirtrat që Zoti mund të sjellë në kishën e tij, në familjen e tij të madhe. Të mundohemi të jemi të butë me njerëzit që vijnë nga jashtë, sepse njerëzit kërkojnë shpresë, por nuk e dinë dot vëllezër. Njerëzit janë të humbur, mundohen jo të marrë një ilaç shqetësues, jo të marrë një ilaç për të fjetur gjumë, jo një andej, jo një kthej, të mira janë ilaçet, kur në kohën në vendin e dur, i mirë është mjeku, po mjeku më i mirë që shëron dhe shpirtin dhe trupin, është Zoti. Edhe ilaçi është gjaku i Krishtit. Ilaçi është pendesa, dhe mirësia e Perëndis vjen ke njeriu vetëm nëpërmjet
pendesës dhe besimit e Krishtit. Le të lutemi, sikur se tha dhe vëlla Andrea, që Zoti të bëjë hir me fëmijët tonë, me familjet tona ato që s'kan besuar, me njerëzit e farafisit tonë, me gjitonët tonë, aty ku punojnë timi dritë dhe të mundohemi të përçojmë atë çka Perëndia na dha, mos ta mbajmë të fshehur dhe mos ta mbajmë si punën e atij që e mori atë talentin dhe e fsheu, po të mund ta punojmë, ta përpunojmë, sepse të njëjtën gjë bën Perëndia me ne, bën hir. Kemi edhe ne me hir nga Perëndia, sepse jemi bij të shumë të lartit. Edhe ne këtë të tjerë duhet të tregojmë çka Perëndia na dha. Zoti është i mirë, dhe Zoti është i madh, Zoti është i mirë, dashuria e tij nuk mbaron. Na ka në zemrën e tij, sigurisht. Për ditë shikojmë mirësinë e Zotit në jetën tonë, na mbron nga i ligu, se kohët po vinë edhe po bëhen më të vështira. Ajo që i kërkoj Zotit, them Zot më ndihmo që deri në fund, derisa të vishti, mos të lëkundet besimi im, sepse njerëz jemi, por nuk dua të lëkundem Zot, sepse pastaj do humbasem gjithmonë. Edhe mos të turpërojmë emrin e Zotit, dhe ta mbajmë emrin e Zotit me dignitet, jo se ne jemi të aftë, po sepse Perëndia është i mirë edhe bën hir në jetën tonë. Të shpallim mirësinë e Zotit, mos kemi turp, vëllezër, gjithmonë me maturi, edhe me krik, thot fjalë e Zotit. Të jemi të matur, vëllezër, mos i dëmtojmë njerëzit me fjalë, të mundohemi të jemi tolerant, sepse edhe Perëndia është tolerant me ne. Të mundohemi të kemi edhe dëshurime të tjera, sepse edhe Perëndia ka dëshurime me ne. Mos të mundohemi mos të shikojmë së pari gabimet e vllajt, motrës apo të dikujt tjetër që nuk është akoma në besim, po le të shikojmë çfarë hiri ka bërë Perëndia në jetën time. Të shikojmë me mirënjohje se çfarë bëri Perëndia në fillim tek unë, që të mund të flas për tjetrin, të mund të toleroj të tjetrin, të mund ta ndihmoj tjetrin. Sepse po nuk pash përpara ke vetë ime, atëherë do të jem në shkronjë, nuk do të jem në akt, në vepër. Edhe shkronja vret, thot fjalë e Zotit, kurse fryma jep jetë. Edhe ajo frymë është fryma e Perëndisë që ne na e dha brenda në jetën tonë për të na udhëzuar edhe për të qenë pararendës, duam që të jetë pararendës në jetën tonë. Edhe Krishti me dëshirën më të madhe ndërmjetëson për ne, me dëshirën më të madhe prek që ne ta nderojmë kudo që të shkojmë. Sikurse një fëmijë, një prind, ne jemi prindër të gjithë, duam që fëmia jonë të na nderojë aty ku shkon. E njëjta gjë edhe Perëndia. Do që të ne ta nderojmë emrin e Perëndisë, kudo që të bëjmë. Edhe të krenohet me ne, thotë ja fëmijët e mi. Edhe mos të gjej vendi ligu që të na akuzoj. Mos të gjej vendi ligu që të Ylli tha këtë për vlla Andreën, vlla Andrea tha këtë për Yllin. Po të dalë jashtë nga këtë vëllezër, edhe këtu të jetë vetëm prania e Perëndisë, që mund të bekohemi edhe të tjerë të shikojnë, edhe thotë me të vërtetë ata që kanë fëmijët e Perëndisë. Krishti pra u zhvesh në kryq, u zhvesh në këtë jetë kur erdhi, por të mbushur me mëkatet tona, edhe atje lart në kryq edhe një fjalë se tha, o atë falje ata si nuk di, kaq zemërgjer. Zemërgjerësia e tij nuk mbaron kur në jetësi, vëllezër dhe motra. Edhe me këtë fjalë që tha u krye, kjo është vula e gjallë e Perëndisë. Është amin, ameni i Perëndisë. Në përjetësi është e kryer, vëllezër. Nuk ka më lidhje, nuk ka më zinxhir, nuk ka më autoritet i ligu ke njeriu, sepse u krye nëpërmjet Jezusit Zotit tonë. Dhe ne sot këtu jemi të mbledhur për të nderuar këtë emër, për ta falendëruar, për të qenë mirënjohës nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, për çka bëri, për çfarë bën dhe çfarë do të bëj derisa ditën e vit në marrë. Edhe atëherë nuk do të duhet më të merakosemi për këto, sepse do të jemi në krahët e të shenjtit Perëndi. Zoti t'ju bekoj, që falë shëndet të plot, t'ju japi bekimin familjet tuaja, ta mbushi kishën e tij plot me shpirt të rinj, sigurisht ngrej punëtor sipas vullnetit të tij dhe jo nga dora e njeriu. Punëtor të mbushur me frymë diturie, me frymën e Perëndisë, edhe që ta dinë fjalën që të mund të përgjigjë njerëzve me butësi dhe me mirësi, edhe të bëj gjëra të mira mes popullit të tij, sepse Perëndia është i gatshëm, po ta lëmë në zemrën e hapur. Edhe Perëndia do ta bëj kur ne themi amin me gjithë dëshirë dhe me një unitet. Jo si kulla e Babelit, që kishën të njëjtën gjuhë, po si ditën e Pentekostis,
kur fryma e shenjtë solli të njëjtën gjuhë për unitet edhe për bekim të emrit dhe për lavdi të emrit të Perëndisë. Zoti t'ju bekojë vëllezër.